Amo ma shumë më pëlqen granimi, mosha që janë 40 vjetët e naltë, për shkak pjekurisë, për shkak traditave, për shkak respektit, për shkak gjuhës, marifetit, mikpritjes dhe shumë gjanave të tjera. E kisha pas qef edhe rinia, mos me tentu mu bu evropian, po mirujt ato që na bën dallim për tjerve. E një ndër ta do më thonë është gjuha, do më thonë janë traditat, mu rujt ushqimi, mu rujt fisi farafisi, mu enë me njëri tjetrin, mu dash sa ma shumë, mos mi nis fejesat, martesat, mu ndatu për aty, po kur të nisin një sen, me qu deri në fund. Sepse na si shqiptar përgjithsi jemi që e respektojmë familjen, babën, nanën, edhe nuk jemi popull i ftoftë. Nuk jemi popull i ftoftë, jemi popull human, edhe popull i dashtën. Nashta pak kena nervoz, nashta pak kena gjak nxehtë, po na ka hije, se kena edhe 100 sene tjera të mira mbrapa. Edhe 100 sene tjera i kena mbrapa. Humanizmin e kemi në gjak. E sidomos nanën, dina me veçu shumë, me respektu shumë, edhe me këshyr deri në prag të vdekjes. Po normal, asnjëherë mos m'ja humb edhe babës, sepse edhe babat kanë bu shumë mund, edhe më vjen shumë keq ka njëherë kur e përmenin veç nanat edhe nuk i përmenin babat. Se këtë këto ndërtimet e mdhaja, kreti ka bu gjinia mashkullore. Krejt ka bu gjinia mashkullore. Edhe babat, do më thonë, dalin, shumë raste kanë presione në përpuna ndryshme, kanë ngarkesa ndryshme, presione ndryshme. Ki plot femna, do më thonë që... Anina je pas kam. Populli dashtën, punën që kom bu hakikat me mishë me shpirt, është humanizmi. Kom pas ekstrem sakrifica, vujtje dhe mund në këtë rrugtim, mirë po asnjëherë nuk jam pishman. Mirë po asnjëherë nuk e kom u shpresën, mu bu shumë e madhe dhe minimu popullit tem. Edhe kisha pas qef shumë, më supërtu, që me mujt me vazhdu këtë punë. Me mujt të dalë në dim nevojtarve. Shumë që pas që më bashkan gjitë si popull. Me mujt mi bo mirë një një tjetrit. Asnjë njeri nuk marrëdhënohet nëse bën mirë. Edhe po javlu amanet, s'paku njerë mujt, shku në viziton e një njëri në spital. Jo për mes shoqatave, jo për mes njerëzve. Po, vetë si individ, kryoj shprehi me shku me vizitu njërin e sëmur. është shumë se vap. është shumë se vap me shku me vizitu njerëzit e sëmur. Ja dim vlerën shëndetit ma mirë. Edhe gjithçka që keni të prisë në përshpia, asnjëherë mos i bani. Gjithmonë gjenja venin. Këshoni mas parin rreth familjes, a keni dikën që i mungon diçka. Ato që keni të prisë, gjenja venin. Nëse ki rrethin familjen e pasur, atëherë gjeje spaku një kujshi. Nëse nuk je kujshi, atëherë gjeje prej një veni tjetër. Mirë po, asnjëherë mos harro me i bu mirë dikona. Sepse kur i bën mirë dikona, unë ju garantoj edhe ju premtoj. Pak i keni mu nevojtarit, shumë i keni ndihmu vetës. Ju garantoj edhe ju premtoj. Sepse sadakaja ka vlerën shumë të madhe. Edhe kader, do të thonë fatkeqësia është e msheft. Edhe tonë ato mirësi, kur na bom aktiv në punë dhe vepra të mira, që angazhojmë gjymtyrët e tonë në punë dhe vepra të mira, keq ato mirësi, kur ja lehtësojnë ana dikon në vështërsi, pavarësisht a është në formë këshille, a është në formë kritike, a është në formë përqafimi dhe dashnie, apo në aspektin e gjanave materiale, besom Zot që dikon herë ta vonë kam ju kthye. Kështu që asnjëherë mos e hopni atë ndjesinë,
për me ju bo mirë njerëzve. Ju kisha lut me pas pjesë të natyrshme. Kështu që mos harroni me angazhu gjymtyr në punë dhe vepra të mira. Unë dëshirën e kam shumë të madhe mirë për mundësi për pas. Edhe nuk kam përkrohen nga shteti për me bo një punë, një dalë një kratë në një parë.